Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, edhe këtë të martë të 13 janarit do të jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur për të vijuar pikërisht me aktualitetet që kanë ndodhur në fundjavë. Ndërsa ishim live ditën e djeshme në një përballje ekskluzive dhe të drejt për drejt, midis ish vjerrës edhe ish nuses, shkaku 3 fëmijë dhe pamjet e rënda që kishte sjell ish vjera në Balkan Web, në agjencinë tonë të informacionit, më pas rreth orëve të mbasdites ka reaguar edhe Bashkia e Durrësit duke lënë provë nënën dhe duke lënë fëmijët të vazhdoj përsëri të rinë me të dhe do mbikëqyren pikërisht nga shërbimet sociale të Bashkisë së Durrësit nëna për një periudhë të pacaktuar. Ndërkohë që duhet theksuar fakti që shërbimet sociale në qytetin e Durrësit, por sidomos edhe Agjencia e Mbrojtjes së Fëmijëve, të paktën prej disa kohësh ishim vënë në dieni nga shkolla ku studionin fëmijët, ndoshta duheshin marrë masat përpara se skandali të bëhej mediatik dhe gjyqja të vinte për një varrimin e hallës së saj në Shqipëri dhe të gjendeshin fëmijët në atë gjendje. Gjithsesi, të paktën sipas edhe informacioneve që kam pasur me të dyja palët deri në orët e vona të mbrëmjes së dieshme, por edhe paradites së sotme, babai ka mbërritur në Shqipëri dhe do t'i drejtohet gjykatës për të kërkuar kujdestarinë atyre 3 fëmijëve. Në fakt, në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, në numrin e telefonit, kanë mbërritur pikërisht pamje të fëmijëve, se si shkolloheshin, si rriteshin ata në shtetin italian, dhe është një krahasim i Sinata me ditën apo si e bardha mbi të zezën, me pamjet që pam në Shqipëri dhe mënyrën se si ata studionin dhe jetonin në shtetin italian. Unë shpresoj që të vihet drejtësia në vend, drejtësia të flasi, babai të kërkojë kujdestarinë, të përballen faktet, ndërsa ajo çfarë thanë nëna ditën e djeshme në transmetim të drejt për drejt, mamaja e 3 fëmijëve, të paktën ajo pretendonte se ka një video në të cilën dukeshin fëmijët në shtetin italian që shanin nënën e tyre të mësuar nga ish burri dhe ish vjera. Kjo video nuk mbriti kur në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe për ta mbyllur këtë çështje do të kalojmë në një tjetër ngjarje po të rëndë që ka ndodhur në fshatin Vjos të Cakranit të Fierit, pikërisht rreth orës 23 të mbrëmjes, ku një 46 vjeçar, i cili ishte kthyer për festat e fundvitit nga Gjermania, i divorcuar, është rrahur në mënyrë barbare së bashku me babain e tij, 76 vjeçar. Ne pas pak do lidhemi nga ambientet e Spitalit të Fierit, fillimisht materiali përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Kmataj. Një ngjarje e rëndë dhune ka tronditur fshatin Vjos në njësinë administrative Cakran, Bashkia Fier, rreth orës 23 të natës. Babe Bir, Ylli dhe Altin Meçe, banor të zonës, janë sulmuar brutalisht nga 3 persona ku sipas dyshimeve njëri prej tyre është punojësi i policisë vendore të Fierit. Sipas informacioneve, autorët fillimisht kanë ndërprerë energjinë elektrike të banesës, më pas kanë thirrur jashtë shtëpisë shtetasin Altin Meçe. Në momentin që ky i fundit ka dalë, është goditur disa herë me mjete të forta duke u rrëzuar dhe mbetur i shtrirë në tokë para banesës. Zhurmat dhe britmat kanë alarmuar babain e tij, i cili ka dalë nga banesa për të parë çfarë po ndodhte. Edhe ai është sulmuar nga të njëjtët persona, duke u goditur rënd në kokë me mjete të forta e duke psuar kështu plagë serioze. Pas dhunës, autorët janë larguar nga vendngjarja, ndërsa i kanë marrë edhe telefonin celular. Pas ngjarjes është thirrur ambulanca dhe të plagosurit janë transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Fierit. Babai ka marrë ndihmën e parë ndërsa Altini vijon të jetë shtruar në repartin e kirurgjisë, nën kujdesin e mjekëve, ku gjendja e tij shëndetësore paraqitet serioze, por jashtë rrezikut për jetën. Altini kishte ardhur në Shqipëri për të vizituar familjen në 20 dhjetor. Sipas dëshmisë së tij, një nga autorët e dyshuar është vllai i një vajze, i cili punon si polic. Pas disa komenteve dhe pëlqimeve në profilin e saj, çka dyshohet se e ka çuar në përshkallëzimin e dhunës nga vllai i saj polic në Fier.
Dy të plagosurit të ndodhen përsëri në spital, unë pas pak do të lidhem drejt për së drejti me ta për ta rrëfyer historinë që nga momenti i një komenti në Facebook të një vajze, ku vllai i kësaj të fundit i ka shkruar fillimisht një mesazh dhe më pas zërin e tij e ka dëgjuar, sepse fillimisht në ambientet e banesës Altin Meçaj dhe Ylli Meçaj ka ikur energjia elektrike dhe në errësirë totale rreth orës 23 të mbrëmjes së ditës së shtunë të datës 10 janar, ato janë rrahur brutalisht. Me mua në studio, në Vruzadëri, avokati ynë, përshëndetje Novi, mirë se erdhe. Përshëndetje Mr. Gjeba. Ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion detektive privat, është një çështje që ju përket në fakt edhe ju dhe jam kurioze të dëgjoj dhe komentin, është një nga ngjarjet ose një nga veprat penale shumë të rënda, thoni ju, por do të themi pas pak edhe për dy fenomenet midis Shqipërisë dhe botës, a ndodhin të tilla ngjarje edhe në përbot. Në krahun tënd Belinda Mustafa, psikologe e on, përshëndetje i dashur, mirë se erdhe. Lidhemi drejt për së drejti me spitalin e Fierit, aty ku ndodhet Altin Meçaj, së bashku me zotin Ylli. Përshëndetje Altin. Përshëndetje. Në radh parë dua të di si është gjendja jote, sepse nga ajo çfarë shikojmë duket shumë e rënduar. Është e vërtet. Shumë e rënduar. Sa po kalojnë ditët, jemi 3 ditët e para të ngjarjes, duket që dhuna është shumë e rëndë ndaj teje, por edhe ndaj babaj 76 vjeçar. Babai për saktësi është 80. 80, faleminderit që saktësove. Po, 80 vjeç. Jemi dhunuar në mënyrë brutale, jemi dhunuar brenda ambienteve, në shtëpitë e dera e shtëpisë kryesore, jo te porta jashtë. Po. Brenda ambienteve të shtëpisë. Brenda ambienteve të shtëpisë, në derën kryesore, hapet dera futesh në shtëpi. Po. Na disa persona. Sa mund të kenë qenë? Të paktën me sa kuptova unë, se për të parë nuk shikohet se ata na fikën dritat. E kanë qenë të paktën 3 persona, për arsye se unë ndjeva kapjet e tyre. 3 persona të paktën? 3 persona të paktën. Dhe më kanë qelluar aq shumë, Po. edhe aq mizorisht, Po. sa që unë akoma 3 ditë spital, edhe po nuk mora çdo 2 orë qetësues, nuk ngrihem do të kem. Kuptohet Altin edhe nga e folura juaj, prandaj të kërkojmë ndjes. Përpara se të ndalojmë tek ngjarja Altin, dua të di si është gjendja jote shëndetësore, çfarë thon mjekët për ty? Gjendja ime është shumë e rënduar faktikisht. Unë jam rrahur brutalisht edhe kam shenja trupi gjithandej. Kush janë Shenja të dëmtimet? dhunës. Po, kush janë dëmtimet tuaja? Sipas mjekëve? Sipas mjekëve unë kam shembje në të gjithë trupin, për fatin tim të mirë nuk kam thyrje. Shëmbje. Po, Me çfarë je goditur Altin? besohet me shkop gome. Shpreson se nuk e para asgjë, me sa ke kuptuar me shkop gome? Shkop gome për arsye se janë shumë të forta. Kam edhe çarje në kokë, që kjo mund t'jetë edhe levë hekuri. E qartë, të kanë qelluar të 3 personat apo vetëm një person? Unë mbaj mend që unë jam kapur me 1 person në derë, Po? edhe 2 të tjerë më kanë qelluar direkt. Pra njëri të mbante dhe 2 të qellonin? 2 më qelluan direkt, se me njerin që më foli direkt, me atë u kapëm, ndërsa 2 të tjerë më shtrin tokë. E kuptoj. Sa ka zgjatur e gjithë ngjarja, rraja jote? Sa minuta? Unë nuk kuptoj se si unë e kisha kapur këtë person dhe unë kam rënë në tokë pa ndjenja. Unë kam ndjerë vetëm kur ka ardhur ambulanca, mbas 20 minutash. Mbas 20 minutash ti je përmendur, po, e kuptoj. Mirë, Altin, për ta kuptuar gjithë atë çfarë ka ndodhur, ti je rikthyer për festat e fund vitit në çfarë date? Unë jam kthyer në datën 19 apo 20, diçka e tillë, se ka qenë kohë darkë. Po, 19 apo 20 dhjetor dhe do qëndroje deri kur? Unë do qëndroja edhe këtë javë, për arsye se në Gjermani është kohë e keqe, Po? edhe
firma mua më kërkonte që unë paraqitesha atë henën që vjen. E kuptoj. Ishe kthyer për festat e fundvitit dhe ndërkohë të hënën ti do ktheheshe në punë, gjë që nuk e realizon dot, por nuk e dim, në qoftë se do arrish ta realizosh, do ta lejojnë mjekët. Është e pamundur. E kuptoj. Mirë, prej sa vitesh jeton në Gjermani? Unë në Gjermani kam 5 vjet, në emigrim kam 32. Ku ke qenë më parë, para se të shkojë në Gjermani? Në Greqi, në Itali, në Gjermani. Po, ndërkohë, statusi juaj kush është, Altin? Pra, je martuar, ke fëmijë? Unë jam i divorcuar prej 8 vitesh tani. Po, 8 vitesh, po? Sa fëmijë ke? Kam 3 fëmijë të rritur. Po? Edhe në këtë drejtim, se si erdhën gjërat në këtë ngjarje, pavarësisht se unë kam bërë like, ajo është i gocë fshati, e fshatit tim, unë në këtë drejtim nuk besoj se unë kam bërë një gabim të tillë që të përfundoj këtu. Altin, të lutem, kësaj vajzës nga fshati, e para njerë sa vjeç është vajza në fjalë? Do t'jetë mbi 30 vjeç. Mbi 30. Çfarë statusi ka zonja në fjalë? Zonja është e martuar, ka familje të mrekullueshme, është në rregull. Ti thjesht i bëri një pëlqim, apo i ke bërë ndonjë koment? Ajo goca ka hapur një faqe online, punon për hesapin e saj. Po? Edhe unë atje kam bërë disa pëlqime. Po? Dhe një koment që bravo, e ke parë, do më ka ecur në jetë. Pra, bravo pas ke ecur në jetë, për shkak të biznesit. Jo, po bërë një punë të saj, thotë që punën në shtëpi jam shumë mirë këtë unë. Ky ishte koment? As e kam takuar këtë gocën, vetëm prindrit e saj që janë këtu në fshat, këtë as e kam takuar, po bën vite, thjesht e njoh. Unë nuk e kuptoj se si arritëm deri këtu dhe si mori guximi vllai i saj që të arritëm që të arritëm më qëlloj mua për vdekje. Mirë, që ta sqarojmë pak çështjen e pëlqimeve, i kam bërë disa pëlqime në faqe, në biznesin e saj online, madje i ke thënë që pas ke arritur shumë në jetë. Ky ishte teksti pak a shumë? Ka arritur shumë në jetë. Gjë që e pëlqeva, më pëlqeu. Të pëlqeu. Mirë, vajza është 30 vjeçe, nuk jeton në fshat, thoni ju, në fshat jetojnë vetëm prindrit, ajo është e martuar. Unë është në Itali, unë jam në Gjermani, s'ka lidhje fare. Okej. Është edhe në Itali, e martuar me fëmijë. Atëherë, le t'i rikthehemi të shkuarës. Ti dhe vajza në fjalë, çfarë raporti keni pasur kur keni jetuar të dy në të njëjtin fshat? Asgjë, thjesht i respektuar, edhe ajo respektuar, një vajzë fshati. Mosha është diferenca shumë e madhe, unë jam 46, ajo është 30. Pra nuk ju ka lidhur asgjë? Edhe njerë ta saktësojmë, as kam pasur gacmime, as lidhje me këtë gocë, as nuk e kam kaluar ndërmend. Qartë. Po në lidhje me familjarët e saj, çfarë lidhje keni pasur ju? Raporte shumë të mira. Ndalojmë konkretisht tek dhunuesi yt, tek vllai i saj. Çfarë raportesh ke pasur me zotrin fjalë? Unë, kur edhe kam takuar për herë të fundit, që po bën faktikisht 3-4 vjet, kemi pirë kafe, edhe unë nuk e kam takuar me që atëherë. Para 3-4 vitesh keni pirë kafe dhe jeni, do me thënë shok, jeni miq, jeni... Çfarë jeni? Shok, ne jemi në një fshat. Unë nuk e kuptoj se si të arri deri këtu, kur mua 2 orë para se ndodhte ngjarja, më dërgon një mesazh edhe më kërcënon, thotë që nuk e di me ka je pleksur, edhe do ta marrësh vesh se kush jam unë. Pra, në qoftë se ngjarja ka ndodhur rreth orës 23, rreth orës 21, ty të mbrin një mesazh në telefonin tënd. Kur e pe që ishte vllai i zonjës, nuk tentove... Me emër, me mbiemër, Fredi Lama i Messenger. Po. Dhe unë i kam kthyer mesazh. I kam thënë nuk e pse më shan, nuk e pse më ofendon. Ti mund të takosh me mua kur të duash. Ajo motra jote është e madhe, në rast se ajo ndihet keq kur unë i bëj like, mund të më bllokoj ose mund të thotë Altin të lutem stop. Po.
Çfarë të tha, të ktheu përgjigje? Këtu mesazhin. Edhe kemi ndajur te lokali, kemi pirë kafe me me vllajën edhe me një kushuri dhe kemi ikur në shtëpi. Ti ishe i vetëm kur vajte në shtëpi? Unë kam ikur bashkë me vllajën me makina të ndryshme, ai e ka shtëpinë pak më poshtë na mua, pak më lart. Pra, ti kur kthehesh në Vjos të Cakranit, ti gjithmonë shkon tek shtëpia e prindërve. Ajo është shtëpia ime dhe aty jetojnë edhe prindërit. Po, shtëpia jote jetojnë prindrit, ndërsa vllai vazhdoi në drejtimin e tij, apo jo? Po, ka shtëpinë e tij. Çfarë ndodhi? Unë sa futem hap portën e madhe, se si që kemi në fshat, me obor, fus makinën brenda, kthehem, e mbyll portën edhe iki lart në shtëpi. Futem në shtëpi, hegji boksin edhe bëhem gati që të shtrihem. Në ato momente fiken dritat, vetëm në shtëpinë time. Edhe mua më thret një zë nga jashtë në emër, o Altin. Edhe unë i përgjigjem urdhë. Edhe në derët për të dalë jashtë, por neve sa u fikën dritat, unë kisha vetëm telefonin, po jo me flash, po telefonin të hapur kështu. Thjesht për të parë ku po shkoj. Se u mendova se mos më thiri vllai. Se që të arrit dikush të vite dera, aty vin vetëm dikush që ishi brendshëm, jo ai që ishi jashtë. E vërtet, ka kapërcyer portën kryesore. 20 metra aty poshtë. Dhe kur dal në derët, më përsëriten të njëjta fjalë të mesazhit. Më shan se nuk dua t'i përdor ato të. Patjetër, se jemi në transmetim live, po. Edhe më thot që tani do ta marrësh vesh se kush jam unë. E qartë. Arrite të... Po? Aty më qelloi direkt. Arrite ti ktheje një përgjigje? Ti ktheheshe ndoshta? U vetë mbrojtje, çfarë bëre? Unë me atë, me një person nga këta, që erdhi i pari jam kapur. Me duare. Mirë, po këta të tjerë më kanë shtrirë në tokë, me sekonda. Po, qartë. Ti nuk mban mend mbas 20 minutash derisa ka mbritur... Unë mban me asnjë, se si ka dalë babai im për jashtë, se si e shëllur babai im, si kanë ikur ata. Unë mbaj mend vetëm kur më ngritën më hodhën në ambulancë. E qartë, kur mbritën në spitalin e Fierit, çfarë të thanë mjekët, si ishte gjendja jote? A erdhi u mor dëshmia jote në ambientet e spitalit? Unë isha larë me gjatë. Po? Më morën, më bën ato grafit, më bën qetësues, skaner që janë këtu, edhe më qepën, më bën qepje në kokë, dhe unë jam në spital prej asaj ditë. Altin, ti ke dëmtime në kokë, ke dëmtime në trup, ke shëmbje, për pjesën e kokës, çfarë flasin mjekët? Si është situata jote? Ata thonë që janë sipërfaqësore, çarjet, dhe nuk janë dëmtime në kockë. E qartë. E kuptoj. Mirë, unë do doja, ndoshta jemi në fund të pjesës së parë, të dalim në një publicitet, ti të rimarrësh veten dhe të kuptojmë se si është përfshirë edhe babai yt, 80 vjeç, i dhunuar edhe ai, pamje shumë të rënda që kanë britur nga Fieri dhe nga kolegët tanë atje. Japim publicitetin e parë dhe rikthehemi për të kuptuar më tepër në pjesën e dytë. Nëse do mundem se po e shikoj të... Do të lëm të qetësoj. E kuptoj. Altin, më duhet të flas pak me babain tënd, por më njëherë pas publicitetit i sqarojmë në publicitet këto gjëra. Publiciteti i parë dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Shkojmë me njëherë live dhe drejt për së drejti nga ambientet e spitalit të Fierit, pikërisht me 46 vjeçarin Altin Meçaj. Altin, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Nuk je në gjendje për ta vazhduar bisedën, më thuaj çfarë ke për të thënë, sepse dhe avokati kërkon të bëj disa pyetje. Po. Kam vetëm një apel. Ne jemi në një konflikt të hapur që nuk e dim se ku do ta ketë fundin ky. Dhe unë kam 3 ditë këtu, vetëm ditën e parë ka pas policë. Po? Te dera e spitalit, te dera e dhomës. A ke kërkuar mbrojtje? Ke kërkuar mbrojtje, urdhër mbrojtje? Unë kam kërkuar, po nuk është vlerësuar, edhe po e kërkoj
drejt për drejta një live ta gjojnë gjithë që unë dua mbrojtje, për arsye se nuk e di çfarë është bërë me atë zotrin, nuk e di me zotrinët e tjerë çfarë është bërë, janë arrestuar apo janë të lirë apo ku di unë, dhe mua më kërcënohet jeta përsëri. Qartë, Altin. Ti ke bërë një kallëzim në policinë e Fierit? Kjo është pyetja e avokatit. Që në momentin që kemi ardhur në spital, e kemi denoncuar këtë te zotrin që kanë inspektorët e zonës, e këta të Fierit e të gjithë, unë i kam bërë me emër, me mbiemër kallëzimet. Ti ke bërë vetëm për një zotri? Për vllajën e zonjës që i ke bërë komentin? Unë atë e njofat. Atë njohe. Në errësirë si arritet ta njihje? Urdhër edhe një herë. Në errësirë, se the ikën dritat vetëm në shtëpinë time, si arritet ta njihje? Nga zëri. Vetëm nga zëri. Dhe të përsëriti të njëjtat fjalë si të mesazhit në Messenger, apo jo? Mesazhit më përsërit të njëjtat fjalë që kishte në Messenger. Po, dakord. Edhe diçka tjetër, ti këtë person e njeh si punonjës policie? Përveç se bashkëfshatar? Është punonjës policie. E ke të konfirmuar se mund të ketë qenë dhe mund të ketë ikur nga detyra? Është konfirmuar. Si e ke konfirmuar? Ma thuaj pak, lutem. Kolegët e tij që njohun këtu, e kanë edhe atë natë më e sakta është ditën e shtunë në darkë që kam ardhur unë këtu në spital, kur i kam thënë inspektorit zonës, më tha mu Altin, kush ta bëri këtë? I kam thënë më ka bërë Fredi Lama, ata ishin 2 zotrinj, edhe u kthye direkt shokut i tha që ky është Joni. Që të thotë ky është Joni që është i njohur pra punon në polici? I policisë. Qartë. Mirë, nuk e di, avokat pyetje të drejtë për drejta se the është vepër penale shumë e rëndë. Po të lutem vetëm shkurt se nuk mundem me. Qartë, në qoftë se do të largohesh ta ndiq nëpërmjet ekranit jemi live, por do doja t'i bëja edhe disa pyetje babait tënd. Pyeteni, është këtu afër me, po sa të mundet, vetëm të lutem shkurt. Po, zoti Ylli, përshëndetje. 80 vjeç, Ylli Meçaj me neve. Përshëndetje. Përshëndetje, mira. Si është gjendja jote, zotri? I rënduar jam. Je i rënduar. Kur ngrihem për të dalë, anoj në thro majt, në sposton majtas. Çfarë dëgjove ti mbrëmjen e së shtunës? Si dole ti? Pse u dhunove? Isha shtri në gjumë. Ishe shtri në gjumë, po? Nuk e ndjeva djalin kur erdhi. Po? Unë ndjeva kur i thirrën Po? shtia, Altin. Po? Më thot gruaja, thot e thirrën djalin për jashta, çfarë do ketë? Po? Edhe unë ngrihem na krevatin. Po? Edhe do dilja. Pa vajtur të porta që dilja ta shikonja këtë, dëgjova që jam bëri ky, fort. Edhe shikojta unë, ky i ren pa ndjenja. Po? Edhe ishte se drita na i fikën. Po? Edhe me pak mungulli, po shikonja që po qëllonjën me shkelma, hipu po i gjeshni. Po? Bërtita shumë fort, Po? edhe i rash përsi për djalit, me qëllim mos shpëtonja, ta shpëtonja. Po? Ahere më qëlloj mua dhe më qëlloj fort, mua më mbuloj gjaku dhe ahere më nda iku. Qartë. Iku i pari e pas ati dhe një tjetër. Zoti Ylli, sa zgjati i gjithë kjo? Pa shkemë, nuk e di. Sa dola na krevati, 4 metro, 5 metro. Na krevati dola të dera. Arrite ta dalloje sa veta ishin? Jo. Nuk arrite, në errësirë, po? Jo. Ku të kanë goditur? Në kokë. Në kokë. Tu, kam 2 qara. Çfarë thon mjekët, pas ke shpëtuar për mrekulli? Çfarë thon mjekët? Më bënë skanën e më bënë më qepën, edhe po bëj sorume që u kam ardhur, sorume. Edhe bëj edhe në ato i qetësuset se kam dhemje, si të thash, marrë drejtimin, anoj ka që mundësi kam. Qartë. Zoti Ylli, kush e lajmëroi ambulancën? Po edhe merim në telefon, morëm në telefon doktorin e familjes, na dërgoni ambulancë, edhe që po erdi.
policia në fillim nuk përgjigjesh njeri fare. Në polici? Në vonë, kur erdhëm këtu, Po? na vjen policia, thot qeqe shtëpinë e kish fotografuar atje edhe rreken e gjakut e të gjitha gjak. E kaq. Mirë, zotrin që është punonjës policie dhe e përmendi djali juaj se i ka dërguar mesazhe ka njohur edhe nga zëri, duke qenë se është bashkëtarë juaj, ti si e nje? Jeshti djali i ri ku jam marrë me te fare, e njoh si fshatar, baban e atija. Po, çfarë familje janë? Kanë qenë familje shumë të mire. Edhe s'kemi pasur asnjë probleme ta, kemi shkuar jashtëzakonisht mirë bile. A ka ardhur nga familjet, po? Ata punon në shtëpinë e atij më afko. A ka ardhur dikush nga ajo familje për t'ju vizituar ose për t'ju pyetur? Jo. Askush. Jo. As prindrit e tij, bashkëtarët tuaj, bashkëmoshatarët tuaj t'ju kërkojnë ndjes? Jo. Askush, ë? Në ajo familje nuk kanë ardhur parë. Nga ajo familje nuk ka ardhur askush. Jo. Mirë, ju vazhdoni që ndroni në lidhje, do kaloj fjalën me njëherë tek avokati. Altin, ke diçka për të thënë? Dëgjoj më shih. Po, zoti yll. Nuk kam mundësi të flas më, po siç e tha dhe djali, nuk ka një punonjës policie, more si do bëjmë, po rrim çunat këtu. Nuk sikur nuk shkon, ju lutem. Po pra. Drejtësi. Qartë. Altin, po ju ruaj në Vëllezrit sepse policia e ka lënë derën e dhomës së spitalit dhe ju jeni pa asnjë lloj mbrojtje. Nuk ka punonjës. Qartë, dua të kaloj me njëherë fjalën tek avokati ynë. Avokat. Do e nis nga Nga fundi. Po nis nga fundi kur Dua mbrojtje. që vetë të dëmtuar nga vepra penale pra ka po dëmtojnë dy fish. Këta kërkojnë ndihmë, te shteti ka detyrim në radhë parë, thjesht duke parë gjendjen, duke referuar dëshmisë tyre, po dhe pamje filmike që ne po shohim, është shumë e qartë që dhuna aty shumë e madhe, shumë e fuqishme dhe jemi plotësisht do të thoja, pavarësisht që kërkohet një akt ekspertimi mjekologjor për ta vërtetuar këtë që unë do them tani, që jemi para një mundësisht para veprës penale plagosje e rëndë me dashje. Por jo thjesht plagosje e rëndë me dashje, është e kryer në bashkëpunim dhe për më tepër shkojmë te paragrafi 2 sepse janë të dëmtuar dy persona, pra është bab dhe bir. Dhe kjo vepër penale parashikon një dënim, një marrë dënimi nga 5 deri në 15 vjet, duke i referuar dhe fakti që është e kryer në bashkëpunim, shtohet edhe një 50 vjeçar ditë, pra hyn në kategorinë atyre veprave që janë shumë të rënda për shëndetin dhe për jetën sepse rrezikon vërtet jetën e personave. Dhe apeli që po bëjnë të dëmtuarit sot duhet të shkojë në veshin e përgjegjësve që janë lokal në pikë pari, e kanë detyrim ligjor që ata duhet i garantojnë mbrojtjen, se për më tepër e kërkojnë vetë personat. Dhe nuk mund të thonë që nuk kemi personel. Ky është absurditeti më i madh. Nëse s'kan personel aty, duhet komunikojnë me komisariatin më të afër, të gjejnë mundësinë për të garantuar jetën personave. Se çfarë ndodh nëse ndodh diçka më tepër? Ku është përgjegjësia e atij komisariati që e mbulon atë zonë të caktuar? Pra shtohet një përgjegjësi tjetër, pra jemi para shpërdorimit të tyre. Policia sa duhet qëndrojë në monitorimin e të dëmtuarit, të dy dëmtuarve, babë bir. Për sa kohë viktimat shprehin rrezikun që ju kanoset nga kjo lloj ngjarje, ata janë detyruar të qëndrojnë deri në momentin e fundit sa ata qëndrojnë në spital. Pra vetë spitali duhet të bëjë një kërkesë organeve të rendit për të garantuar këta dy pacientë që i kanë, sepse është dhe përgjegjësia e tyre njëkohësisht. Po, Altin, sa ditë keni pa mbrojtjen e policisë? Altin, më dëgjon? Të dëgjoj po. Sa ditë keni pa mbrojtjen e policisë së Fierit? Që nga e diela në mëngjes. Që nga e diela në mëngjes. Po, do të thotë 3 ditë. Është situatë absurde, kërkon vëmendje të posaçme dhe dërgoni dikën në komisariatin e Fierit, thot avokati, telefonojini, kërkojini ndihmë, sepse është absurde situata juaj. Për te apelit që bët live këtu. Do të dërgojmë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Fatkeqësisht fakti sepse ata e kanë parë këtë ngjarje. Fatkeqësisht përsëri ndihma nuk do shkojë. Thjesht dosha duke bërë një apel këtu nga kjo studio, ato fillojnë të dërgjësojnë për përgjegjësinë e tyre në radhë parë. Po. Pra gjithë drejtuesit e gjithë zinxhirit aty, sepse e kanë detyrim ligjor dhe ata nuk mund, përveç se nuk e kanë detyrim ligjor, kanë dhe përgjegjësi penale vetë në këtë rast, sepse janë përpara shpërdorimit të tyre, sepse kërkohet një mbrojtje e posaçme dhe nuk po jepet. Domethënë ti thua nga News 24, nga emisioni me zemër të hapur, mbrojtja duhet shkojë kryesisht. Është e detyrueshme. Nuk është thjesht një që zgjedhje. Nuk ka nevojë të marrë qytetari
nuk ka apo të nevojë shkoj fare, dikush. absolutisht, sepse ky është një akt publik, është më se i evidentuar dhe është çdo gjë është publike dhe nuk ka nevojë fare. Përveç publikimit dhe thirrjes që familja Meça i po bën, si 80 vjeçari ashtu edhe Altini Ibiri 46 vjeç. Le të shkoj dikush nga familja, le ta kërkoj, le ti bëjmë të gjitha, edhe patjetër, duhet të zgjerojnë gjitha rrugët apelit dhe nëpërmjet nesh, por edhe duhet vajtur fizikisht ose duhet telefonuar dhe të regjistrohet edhe telefonata. Tani ti the që është një vepër penale shumë e rëndë. Po, hyn te veprat e rënda Po, penale. nga ajo çfarë tregohet, të paktën si në momentet e para Babe Bir, por edhe sipas 3 ditësh në studion e emisionit Me zemër të hapur. Tani çfarë rrezikohet? Çfarë rrezikohet që Mikrofonin në bursi qa mikrofonin. Atëherë kam një ndërhyrje, nuk e di se çfarë. Altin, ka ndërhyrje? Dakor, se nuk e di, se ka shera ka. Okej. Altin, Dakor, pa mikrofon. atëherë, nuk e di, domethënë dëgjohet që Altini ka ndërhyrje nga pjesëtar të tjerë. Nuk ka mund të lënë të flasi. Okej, nuk e lën të flasi. Domethënë Situata efektin është televizioni me vërtet News shumë e 24 është televizioni më i madh informativ në vend, Normalisht, dhe për patjetër. të ndërprer komunikimet nga ambientet e spitalit rajonal të Fierit, i shkohet brenda jam kurioz se kush është ai që ka ndërhyrë në këtë moment për të bërë një gjë të tillë, sepse është po jemi para një administrata e spitalit dhe kjo është qesharake. thjesht po përshkallëzojnë përgjegjësinë e tyre. Unë kaj ditë ju them, nëse na ndjekin, ne Është vazhdojmë na qesharake. ndjekin, Është qesharake. për më tepër. Domethënë nga për ambientet e te qesharakes. spitalit duhet flasi çdo pacient. Po patjetër, normalisht. Është një drejtë e tyre kushtetuese. E shikojnë live në televizionin News 24 dhe ndërkohë e ndërpresin telefonatën dhe këtë Po emision ju të drejt për drejtohem edhe drejt. një herë Po, drejtuesve të spitalit. drejtohu, duke parë ke Rast kamera. sot duke marrë shkaz nga momenti i fundit që u bë shkëputja e linjës. Jeni duke konsumuar figurë e veprës penale të shpërdorimit të detyrës. Kështu që ju lutem, në qoftë se ndjeni sadopak përgjegjësi, pavarësisht personit të ndryshëm që ata mund të kenë aty për shkak të rrethanave se si veprojnë dhe ndërveprojnë për dishmërinë e tyre, duhet me patjetër të kuptoni përgjegjësinë tuaj dhe duhet lejoni qytetarët të bëjnë komunikimin e tyre të duhur me median, duke qenë se media është ajo që pasuron realitetin, për shkak se detyrat e organeve të tjera legjislatuse nuk janë kryer deri në këtë moment. Ne nuk na është bërë ditur nëse është regjistruar një procedim penal apo jo. Nuk e dim nëse është marrë deklarimin dhe është firmosur nga vetë personi i dëmtuar në këtë rast. Thjesht dim që kanë shkuar dy inspektorë dhe i kanë thënë që ai është hyjeni, që përsëri këtu kemi prap një situatë aty mos reagim të punojësve, nuk e di nëse AMP-ja ka nisur një hetim duke u referuar gjithmonë deklarimeve që i bëjnë personat, sepse ata kanë një farë informacione dhe i njohurit i kanë shumë të posaçme për personin konkret që ka qenë atë ngjarje. Pra këtu janë shumë element dhe unë ndjej dhe shikoj, duke u referuar gjithmonë profesionit tim, që këtu do përshkallëzohet pak ngjarja dhe do jenë shumë element tjerë dhe shumë persona tjerë që dashur pa dashur me veprime dhe mos veprime po konsumojnë vepra të njëpasnjëshme, kështu që ju bëj thirrje të jenë pak më të përgjegjshëm thjesht për përgjegjësitë e tyre ligjore që mund të kenë në raport me këtë ngjarje. Për sa i përket ngjarjes vet, siç e theksova më parë, është një ngjarje shumë e rëndë, është vërtet tronditse, jo vetëm për karakterin e ngjarjes cilën ka ndodhur, por faktin se ku ka ndodhur. Pra ka ndodhur pikërisht në banesën e personave të dëmtuar. Pra ka përcyer porta kryesore. Nuk është thjesht një ambient publik, po ata i kanë shkuar dhe në pronën e tyre private, pra kanë konsumuar një tërsi veprash penale në këtë rast. Tërsi. Është një ngjarje vërtet shumë e rëndë që duhet shërbej si orientim për ne që jemi këtu në studio, po dhe për gjithë shoqërinë dhe për gjithë organet legjislatuse të cilët nuk po e kryejnë me sa po duket, nuk po e kryejnë detyrat e veta sa duhet, kështu që detyrimi ne medias me aq zë sa kemi secili prej nesh në këtë studio për ato çfarë tham parë dhe për ato që do duhet themi më tutje që rangimi duhet jetë i menjëhershëm sepse këtu është një ngjarje që bëhet precedent për raste të tjera. Novi, ju thoni që është konsumimi i disa veprave penale. A mund t'i themi këto gjëra dhe çfarë rrezikon pala tjetër? Para tjetër, duke u referuar personazheve të cilët kanë qenë në ngjarje, persona të dyshuar, duke u referuar vetëm deklarimet që ka dhënë personat në studio sot, në radhë parë kemi plagosjet e rëndë me dashje, që është një. Në radhë të dytë, aty shikohet dhe mundësia sepse ata kanë zaptuar pronën e tjetrit, pra kanë hyrë në pronën e tjetrit, pronën private. Pra, kanë konsumuar një vepër penale tjetër. Kemi vepër penale të shpërdorimit detyrës, në radhë parë nga punojësit e policisë, cilët me sa unë kuptova nga deklarimet që bërën të dëmtuarit, nuk më rezulton që të kenë marrë deklarime të personave. Thjesht mund të kenë qenë biseda aty për aty në spital, po jo siç e kërkon ligji dhe kriteret ligjor, kështu që kemi dhe jemi para veprës të shpërdorimit detyrës nga organet legjislatuse, por duke referuar edhe në këtë momentit fundit,
kanë frikë se do na çojnë në një element tjetër të shpërbyerjes detyrës dhe për sa i përket personalit të spitalit në cilin janë të shtuar. Domethënë, personeli i spitalit janë përpara një shpërdorimi të detyre kur pacienti është lidhur drejt për së drejti, nuk mund t'i bllokojë. Përveç asaj kanë dhe detyrim që duhet t'i sigurojnë personave të cilin janë të shtuar në spital, duhet t'i sigurojnë sigurinë e tyre për jetën. Se do e gjejnë nëpërmjet organeve të rendit, nëse ata supergjigjen në spitalit duhet të ketë dhe të marrin në mbikëqyrje një shoqëri private për t'i garantuar sigurinë, nëse organet e shtetit që i ngarkon ligji për të krijuar sigurinë nuk e japin, dhe ata kanë të gjitha instrumentet e tyre ligjor për t'u shfaqsuar, për justifikuar për lidhur me këtë. Unë shpresoj të na ndjeki Altini Ylli, por edhe gjithë familja Meçaj që ndodhej në atë dhomë, që të paktën ato që ju i sugjeruat në fillim të emisionit që duhet merret kryesisht nga policia e Fierit, por nuk e dim a do ndodhi apo jo, dikush nga ata apo ta telefonojnë policinë e Fierit dhe të kërkojnë mbrojtje, por dhe t'i drejtohen administratës së spitalit. Apo jo? Nëse nuk janë ata mund të jenë një familjar i ty që po na ndjek sot, kështu që kanë gjithë mundësitë e dhura për ta bërë këtë gjë. Dhe për të kërkuar ndihmë të posaçme nëse ju duhet profesionale tek një të shikojmë a do vendoset një lloj lidhje të paktën drejt për së drejti përsëri me ambientet e spitalit rajonal të Fierit, të kuptojmë domethënë se çfarë ka ndodhur. Unë dëgjova në fund që njëri prej familjarëve duhet ishte vllai, me sa kuptoi i Altinit apo djali i Yllit, që na në fund fare. Gjithsesi, në qoftë se spitali, po supozojmë se ne pam vetëm deklaratën e fundit të një familjari që na thanë për ta mbyllur, gjithsesi, ndoshta është momenti i shërbimit të dhomës, ndoshta mund të jetë shërbim mjekësor që dalin gjithë familjarët jashtë dhe nuk mund të lësh telefonin brenda, ta sqarojmë këtë situatë kur të lidhemi pas pak me to. Një fenomen i tillë a ndodh jashtë kufimëve të Shqipërisë dhe më the është e pamundur, që punonjës policie të përfshihen në ngjarje kaq të rënda. Me interes familjar. Po patjetër, normalisht. Nuk mund të shkojë kurrësi që për shkak të një komendit apo pëlqimeve që tha zotëria i dëmtuar në këtë rast, të shkohet në një lloj situate të tillë. Është e pakonceptueshme në realitetet e tjera, jashtë vendit tonë, fatkeqësisht. Ja them fatkeqësisht sepse kjo me të vërtetë është një këmbane alarmi që ne e kemi përjetuar edhe në raste të tjera, por aq më tepër kur është dhe i veshur me një pushtet caktuar, siç është në rastin konkret i dyshuar si punonjës policie, atëherë ngjarja bëhet akoma dhe më kritike, se ku janë instrumentet e shtetit, si i rekrutojnë këta persona në shërbimet e veta. Duhet të shikuar ana psikologjike këtyre njerëzve, cili është kapaciteti, formimi, nuk mjafton thjesht një mbarim i shkollimit caktuar dhe të je gati për këtë lloj profesioni caktuar. Janë një tërësi komponentesh që duhen pas parasysh ambienti i tij social ku funksionon, si ndërvepron, janë shumë elementë të cilët fatkeqësisht në Shqipëri janë thjesht të shkruar në letra, por në zbatim nuk paragjejnë ekzekutimin e tyre, pra dhe kjo është një problem shumë i madh. Atëherë po lidhem me regjinë në këto momente për të sqaruar edhe situatën që ndodhi. Atëherë po bëjnë qetësuesa të dy zotrinj, ka hyrë domethënë stafi mjekësor dhe nuk e ka ndaluar askush të jenë drejt për së drejti, sepse Altini në fakt edhe kërkoi të shkëputej, pak qetësi, sepse ndoshta fundi i marrjes së qetësuesit disa orë më parë, ndoshta i ka sjell disa probleme dhe ai nuk kishte mundësi me marrjen e qetësuesit, besoj se do qetësohen gjithë, prandaj edhe nuk u kuptua e qartë situata, me sa duket nuk ka ndërhyrje të stafit të spitalit rajonal të Fierit për të mos folur në media, kërkojmë ndjes se nuk u kuptua qartë situata, u fut stafi mjekësor për të bërë qetësuesit, do qetësohen edhe do jenë pas pak me ne. Si përjetohet e gjithë situata, Bela? Sepse është një situatë dhune pa precedent. 80 vjeçar, duke e parë në atë gjendje, mbas 3 ditësh është përvenduar në kokë. Për mua është një dhunë barbare që edhe e ardhur nga persona që janë pjesë që na sigurojnë ne gjatë jetës, domethënë. Të vi pikërisht nga personat që duhet të jenë në mbrojtjen tënde. Konflikti emocional dhe shoqëror. Po kjo nuk është era e parë që punonjës policie përfshihen. Është diçka që po ndodh rëndom deri tani, e kemi parë që ka ndodhur shumë shpesh. Ne në fakt nga pala tjetër deri në këto momente jemi 3 ditë pas ngjarjes, ka një heshtje totale. 3 ditë e pak pas ngjarjes. Atëherë, i lutem regjia, vini numrin e telefonit që bën të mundur çdo telefonat live dhe drejt për drejt, se ndoshta na ndjek zotëria dhe ka dhe ai versionin e tij për ngjarjen, përfshirjen apo mos përfshirjen e tij. Duke qenë se duhet të dëgjohen të gjitha palët siç ndodh rëndomt
në shumë vite transmetimi të emisionit me zemër të hapur, duhet dëgjuar pala tjetër i bëj thirrje drejt për së drejti nga kjo studio të reagojë zotria apo një familjar i tij kush të dojë të japi versionin, a është apo jo i përfshirë në këtë ngjarje sipas Altin Meçajt, i cili thotë më ka mbritur një mesazh në Messengerin tim, pikërisht nga ky person, është vllai i një zonje të nderuar, e cila nuk jeton ka jetën e saj, e martuar me fëmijë në shtetin italian, thjesht i kam bërë një kompliment për punën që ajo ka arritur dhe kam dhënë pëlqime në Facebook dhe ajo e kishte shumë të lehtë të më blokonte dhe unë të mos kisha mundësi të komunikoja në qoftë se është ndjerë e bezdisur. Gjithsesi, do të ndalojmë edhe ke arsyeja, që është e pa precedente dhe arsyeja, por le të ndalojmë tek ajo çfarë ti pe. Shiko, pash një person që... Pse duhet arrim ne në një dhunë të tillë? Ose e mirë organizuar, heqim energjinë elektrike, futemi brenda territorit të shtëpisë. Ky ishte një plan i mirë menduar, me sa kuptova, sepse të heqësh energjinë, të kesh 3 persona me vete dhe ta godasësh me shkop goma, që të theksojmë që është pjesë e uniformës tënde, përderisa personi është... Duhet kaloj pak tek Novi, ka ditur me shkopin e gomës, çfarë dëmtimesh duhet i bënte zotrisë? Më falë, edhe një herë, qartësisht për ta kuptuar kush ka ditë. Dhunuesit. Punojnë si policisë dhe të tjerë. Mëse vetish, gjithmonë ne marrim gjithmonë deklarimet e tyre për të qenë korrekt, në qoftë se është kështu, domethënë, patjetër që ata dinë sepse është. Në qoftë se marrim vetëm deklarimin e njërës palë. Për korrekt se ju e sqarojmë parë, do ishte shumë mirë të dëgjojmë nga ana e palës tjetër fakti që ka një heshtje totale. Heshtja zakonisht është pohimi, diçka e kështu që unë uroj mos jetë në këtë rast për të mirë. Mirë, ja, numri i telefonit ka dalë, unë shpresoj ta mbajmë deri në fund të transmetimit të sotëm, sepse ndoshta reagon pala tjetër, duhet dëgjuar edhe versioni i palës tjetër. Me emër dhe mbiemër është përmendur nga Altin Meçaj, prandaj do doja që ky zotri apo persona të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje të deklaronin diçka edhe për studion e emisionit me zemër të hapur. Bela ta kaloj më një herë fjalën, më duhet të dalë në publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Rikthehemi pas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare në pjesën e tretë dhe të fundit, ndërkohë që jemi lidhur pikërisht me familjen Meçaj, Altini 46 vjeçar dhe zoti Ylli Meçaj 80 vjeç, sapo kanë marrë qetësuesin dhe kanë rënë në gjendje gjumiq dhe nuk mund të komunikojnë më me drejt për së drejti me emisionin me zemër të hapur. Kemi folur me familjarin e tyre, i kemi thënë të na ndjekin, por ka pasur dhe një zhvillim tjetër gjatë kësaj hapësire të fundit publicitare. Në numrin e telefonit 069 20 37 000 mbriti një telefonate drejt për drejt nga një qytetar që thoshte unë e njoh agresorin dhe ngjarja nuk është kështu thot, unë e njoh për njëri të mirë, ndërkohë pse i mshoni faktit që ai është punonjës policie, sepse fillimisht ai është një qytetar, pastaj është një punonjës policie, në qoftë se nuk do të mbroj dot veten e tij, nuk ka se si të mbroj edhe qytetarët e tjerë. Absolutisht të drejtë ky zotri i kemi kërkuar që ta bëj publike drejt për së drejti dhe pse mendon se nuk është i përfshirë zotria që është punonjës policie, u përmend me emër dhe me mbiemër nga Altin Meçaj. Gjithsesi, Altin Meçaj dhe babai i tij zoti Ylli 80 vjeç nuk u dhunuan vet. Dikush ka vajtur dhe ka hequr energjinë elektrike, dikush e ka goditur dhe i ka bërë në atë gjendje që ne pam, madje qetësuesit e kanë vënë edhe në gjendje gjumi, çfarë do thotë që gjendja e tyre është e rënduar. Të prisim derisa regjia të bëjë të mundur telefonatën me zotrin, me qytetarin që e dha pikërisht mesazhin. Jo më kot ne kemi lënë një numër telefoni që pala tjetër që dëgjoj emrin të lidhet ose një familjar i tij të lidhet drejt për së drejti me emisionin me zemër të hapur, të japin detaje në lidhje me ngjarjen. Zotria që telefonoi pak më përpara, unë e përcolla mesazhin e tij, ai kishte shumë për të thënë, nuk e hap numrin e telefonit, gjithsesi do mundohem ta telefonoj edhe nga numri im. Novi avokat, jemi pikërisht tek ajo çfarë ndodhi dhe ishim këtu të gjithë bashkë dhe dëgjuam mesazhin e atij zotrie që nuk e di pse në transmetim live nuk kërkon ta japi. Dhe unë fatkeqësisht i them atij zotrisë që morën telefon që në vend të bënte shërbim pozitiv, atij i cili donte t'ia bënte shërbimin, kanë përshtypjen se i bëri një shërbim negativ, fakti që nuk pranon të flasë, të komunikojë.
ballë për ballë siç ne gjithë po bëjmë këtu sot në studio, na lind dyshimi më tepër që kjo është thjesht një formë për të ndryshuar orientimin e emisionit, por jo në thelb për të rregulluar gjithë pasojat e kësaj gjëje. U bë thirrje të gjitha palëve që kjo çështje kërkon një sqarim dhe ballafaqim gjitha palëve me qëllim për mos të shkallëzuar më tepër. Dhe palët të dëmtuar sot në emision, fatkeqësisht, por dhe fatmirësisht qikosisht, i them që është e vështirë pak për ta shtyr këtë proces vet ata si persona, për shkak se ne njohim mirë si funksionojnë gjithë gjërat këtu dhe kërkojnë një rit posaçme ligjore, kështu që i ftoj palët me sa mundsi kanë të gjejnë në zonën ku jetojnë, nuk është problem fare të gjejnë një profesionist fushës, të ketë mundësi që të shtyjë gjithë procesin sepse kjo ngjarje fshe shumë gjëra. Shumë aktor, shumë element, duke parë gjitha format e bashkëpunimit që janë kryer. Gjatë hapësirës publicitare kemi mundur të flasim me një familjar të Altinit edhe të zotit Ylli, ndoshta është vllai dhe djali tjetër i familjes Meçaj, deklaron që nuk mund të flasim dot se ata janë në gjendje gjumi pas që qetësuesit që morën. Edhe kjo provon mos mirë të them që në fillim të emisionit që gjendja e tyre shumë e rënduar, ishte shumë e dukshme nga mënyra si komunikonin gjitha gjërat që ne pam në emision në lidhjen live që patëm me ta vet, dhe fakti që ata kërkojnë një trajtim të specializuar ditën e 3 ose e 4 që është sot, tregon më së miri që jemi pikërisht përpara çfarë. Qartë, dua të ndaloj tek shkaku sepse dhuna flet vet, thot avokati, marrja e qetësuesve dhe vënia në gjumë mbas qetësuesve do të thotë që gjendja e tyre është e rëndë. Unë dua, përpara se dalim dhe tek trauma që të lë e gjithë kjo ngjarje, në koma që ka rënë pikërisht Altini, zgjimi pas 20 minutash, largimi i punonjësve të policisë tek dera e dhomës së spitalit dhe të gjitha këto, do të flasim vetëm pas pak. Shkaku. Ne këtu përballemi me një plag të fshehur të shoqërisë tonë, në fakt. Është krenaria maskullore dhe mungesa e kontrollit. Të lutem Bela të kërkoj ndjesë sot, se të kam ndërprerë disa herë, më thotë regjia që telefonuesin e kam. Përshëndetje zotri. Alo. Përshëndetje. Faleminderit, respekte. Po, ju dëgjojmë. Qofshe mirë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit edhe ju. Për të tilla, unë do t'jap një opinionin tim marrë në Beratin, s'ka rëndësi se ky është tek. Opinionin tim. Po. Për ta punonjës që janë punonjës shteti, me uniform shteti, unë abitem pse direkt i qalojnë, ata janë në spital, a i rrugës akoma, më kupton dhe njën, kur janë punonjë shteti direkt të njësme mos të vejnë në punë, punëtori kur vetë të e prori në punë, në mjetë, që të mani punë, ku do punonjë e prori të i thonjë, zotrije, qa ke berë mrem, ke bra një person, ke sakator një person, për çdo lloj arsye, mendimi im plot gjithmonë. Po. Për çdo lloj arsye, nuk do të jetë me atë uniform sot në punë të dalit. Po në qoftë se punonjësi policisë nuk është i përfshirë, duke qenë se kemi të konfirmuar ende. Atë, po, këtu është pyetje me vend. Atë derisa thot zonjë, derisa thot personi që janë aty, dy tashur, është filani, se mund tash. Me çfarë po shikojmë ne japim opinionin tonë gjithmonë. Nuk jemi aty në... Pra, si pas dëshmis, ti thua që viktima e kësaj ngjarje, i moshuari dhe djali thonë që është filani dhe ju e besoni dëshmin e tyre. Tash besojmë, tash desa ata thonë dhe ngullin kem, që është filani, fiku këto, aty është një mision të amen nga një punonjë shteti flasës, ka në që kudo që tjetë. Qartë. Mirë. Një uniform shteti. Që vetë rafë tjetëri, që është e kandeteri dhe si ka mundësi. Mos kemi asnjë të ndaluar për ngjarjen. Qoftë ky punonjës i shteti, nuk kemi asnjë të ndaluar për ngjarjen. Qoftë punonjës shteti, qoftë persona të tjerë të përfshirë. E kuptuam qartë. Edhe një herë, ata janë në spital, nuk është rasti i parë, më falë se po tashu, nuk është rasti i parë që ndodhin të tilla. E vërtet. Isë muri, rri dhe një muaj, e kur del pasaj e shefajnë filani. Zonjë, në momentin që vjen i aksidentuari, kush është? Kështu ndodhe me ngjarjen e Vlorës, se ishte italiani, pse dole në burgo italiani? Se ishte pedagog në Itali, shtypi një njeri atje. Qartë. Po shtypi një fukare s'ka paguar drita, do ishte ka në burg sot? Absolutisht keni të drejtë, faleminderit. 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 Tash emisionit janë tamam tash. Faleminderit, zëri qytetar, po. Zëri qytetar në studion e emisionit Me Zemër Ta, por e falenderojmë. Menduam se kishim zotrin që telefonoi gjatë publicitetit, se kishte ndoshta dhe të dhëna, thotë që autori duhet të mbrojë veten si qytetar dhe jo më pas që i mshoni shumë punonjësit të policisë, si do ta mbrojë ai veten e tij. Nuk e kuptuam qartë, gjithsesi e komenton Bela. Gjithsesi kjo pjesë që autori
qoftë punonjës policie duhet të mbroj veten, këtu bie në konflikt me vetë punën e punonjësit policisë, me vetë profesionin e tij, pse duhet bësh vetë gjyqësi kur ti je një person që merresh me këtë, je brenda organit kompetent. Pra mund të bëje shumë thjesht një denoncim ose çfarë mund të ishte lejuar në atë kohë për personin që e bezdiste. Nuk kishte pse bënte vetë gjyqësi. Dalim tek motivi. Po, te motivi. Një zonjë 30 vjeçare, jashtë kufijve të Shqipërisë, jeton në Itali, e martuar me 2 fëmijë, me një biznes Po, online. jetojmë në vitin 2026 ku femra shikohet akoma si një posedim, pra si një pronë. Pra, nga vllai i saj, nga familjarët e saj, është parë si një pronë. Dhe këtu dalim në pjesën që dhënuesi ka një profil impulsiv, të ndërtuar mbi ndjenja të larta posedimi, pra ai e posedon figurën e motrës së tij. Dhe ti përjashton faktin që zonja mund t'ja ketë referuar si një ndihmë, se mund t'i hapi probleme në familje, se nuk e dim tani. Nuk e besoj këtë sepse shumë thjesht mund të bënte një denoncim. Është gjëja më e thjeshtë që mund të bësh në këtë botë. Të bësh një denoncim për një person që të ose edhe mund ta bllokosh këtë personin. Po, dhe mund ta bllokosh. Dhe nëse ai tenton përsëri me profile të tjera, atëherë jo, jetojmë në një epokë që edhe këto profile që ti bllokon, kur ai vazhdon rihap, profilet e njëjta bllokohen automatikisht nga organet, domethënë nga rrjetet sociale. Është shumë e thjeshtë në rrjetet sociale. Mendon se është ky motivi i vërtetë i ngjarjes? Kjo na është servitur dhe këtë preferoj të besoj tani, por do doja shumë të dëgjoja edhe pjesën tjetër dhe anën tjetër të medalit. Shiko, nëse në 2025-ën, por edhe në 2024-ën, ne kemi folur në studion e emisionit Me zemër të hapur, se si bëhet shkak një koment në rrjetet sociale dhe adoleshent të cilët humbasin jetën, përdorin dhunën, përdorin mjete në brenda ambientit të shkollës së tyre, kemi fatalitete dhe nuk është era e parë që ne i diskutojmë, atëherë si ka mundësi që edhe të mëdhenjt japin këtë shembull, se nuk duhet të përcjellim këtë mesazh tek publiku. Të vegjëlit e bëjnë, do të thotë nga dikush e kanë mësuar dhe ka ardhur nga të mëdhenjt, pastaj ka vazhduar tek të vegjëlit. Mendoj unë. Çfarë shkakton një koment i tillë në rrjetet sociale? Saltini nuk e tha, por të paktën me mua mbrëmjen e kaluar ka diskutuar që i është marrë edhe telefoni celular për të mos lënë prova, por këtë do ta diskutojmë në Vruzën pak më vonë. Ky është një perceptim i deformuar nga realiteti. Pra ti merr atë çfarë ti do të marrësh, jo çfarë është qëllimi i komentit apo i lajkut, thonshëm, se janë shumë gjëra banale të diskutosh që për një like edhe për një koment të dhunohesh në këtë formë. Megjithatë ne nuk dim palën tjetër, të paktën të kuptonim nëse ka pasur biseda në privat, ka tentuar, domethënë, apo është agravoar situata në privat, po. Domethënë, çfarë është publike në koment është publike, pas ka arritur shumë lart, suksese. Nuk është as pak ofenduese ose jo, ofenduese mund të jetë, po varet edhe se si e kanë marrë dhe se si është shkruar, Altini thot atë që mban mend, por ne nuk e dim nëse ka pasur biseda në privat ose është tentuar të shkruhet në privat zonjës në fjalë. Por gjithsesi në moshën që ajo ka edhe për statusin që ajo ka, duhet të paktën të ishte gjetur një lloj forme tjetër. Sepse në momentin që dikush hedh atë shashkën edhe plas edhe ndodhen dhe këto situata të tilla. Gjithsesi, dua të ndaloj tek ty Bela tek traumat që loi gjithë kjo histori. Frika. Frika njerë është kryesorja, ta kalojnë në trauma shumë dimensionale, kanë plagë të thella psikike dhe besoj se do vazhdojnë për një kohë shumë të gjatë. Ishte e dukshme? Po, ata janë gjatë gjithë kohës hipervigilent për situatën e tyre. Mendoj se do vazhdoj kjo situata. Mbrojtja para derës dhomës së spitalit është një drejtë legjitime, thot avokati, por është skaluar frika brenda tyre? Normale që po, është edhe emocionale, është drejta e tyre për të mbrojtur, sepse në gjendjen që ata janë, mund të kalojnë edhe... Të shkakton trauma? Po, shkakton trauma, ata janë gjatë gjithë kohës në vetëmbrojtje, në hipervigilencë, izolim social, pra duke marrë parasysh që ata jetojnë në një fshat të vogël, do detyrohen edhe të izolohen në mënyrë sociale, në mënyrë shoqërore, pra nuk do kenë ato daljet e shpeshta, sepse kanë frikë se do ndodhë e njëjta situatë.
Prandaj themi që kjo situatë duhet zbardhur sa më shpejt dhe ato kërkojnë zbardhjen e ngjarjes dhe vendosjen e mbrojtjes tek dera e dhomës së spitalit, pasi thotë nëse mbyllet kështu në heshtje, ky incident mund të përshkallëzohet edhe në incidente të tjera. Mund të përshkallëzohet sepse shiko, nuk është vetëm një dhunë. Edhe humbja aktivitetit të përditshëm. Zoturia nuk mund të kthehet dot në humbi humbasi vendin e punës. Ai për një kohë të gjatë mendoj se duhet të jetë në kontrollin e një këshilluesi, të paktën një këshilluesi, mos kalojmë pastaj në një psikoterapi, sepse është një gjendje e rëndë dhe është goxha. Dhimbje trupore e shkaktojnë këtë traumë që ti po më thua, apo edhe vetë natyra? Jo vetëm dhimbje trupore. Ikja e energjisë elektrike, kapja në befasi. Komplet plani mirë organizuar, aty shkakton një frikë të pamazë, domethënë nuk e matë. Si largohet kjo frikë? Se dhe të jetosh me frikë, mirë, janë ditët e para. Janë ditët e para. Po si mund t'i rikthesh normalitetit, pyes unë? Normalitetit është pak vështirë t'i rikthesh, duhet patjetër që t'jesh në kontakt me një psikolog, është e nevojshme. Vetë nuk e bën dot. Jo, është e pamundur me dhunën që kanë përjetuar që të dy zotrinj, sidomos babai i zotit Altin, sepse është në një moshë goxha të thyer dhe e përjeton akoma dhe më rënd. Domethënë ai jeton vetëm me bashorten dhe imagjino domethënë se si instalohet frika tek mosha e tretë. Pamjet janë të paprecedenta, plagët janë. Sidomos në një person që është pjesë e uniformave të policisë. Të dhunë që ti sheh, Bela, është për ta trembur apo me të vërtetë jo, nëse do ishte për ta trembur, mendoj se do mjaftonte vetëm me një kërcënim që mund t'i bënte, por jo, mendoj se e ka bërë me djenin e ti të plot për ta plagosur ose për ta lënë të plagosur rënd. Që ai pastaj të instalohet ajo frikë që ti thua dhe mos të ketë të mos ketë kontakt edhe rikuperim. Sugjerimi jot është që për ta hequr frikën, ata patjetër që duhet marrë një këshillim psikologjik. Duhet marrë një këshillim psikologjik. Vetë nuk e bëjnë dot. Besoj dhe shpresoj që spitali duhet ta ketë dhe duhet jetë në kontakt të vazhdim me personat. E qartë. Ndërkohë që provat janë zhdukur, avokat, paktën kështu thotë Altini, më marr telefonit celular, si zbulohen. Nuk e di si e kanë marrë, sepse nuk mund t'ja marrin realisht. Nëse i kanë marrë deklarime, nuk mund t'ja marrin. Ata sot duhet të shkojnë thjesht merrin deklarimet e personit, si ka ndodhur ngjarja, çfarë ka ndodhur, gjithçka. Edhe nëse do i bëni telefon. Ja kanë marrë në vend ngjarje, aty persona. Duhet marrë me proces verbal, nuk merret thjesht ma jep mua se duhet ta shikoj unë. Pra nuk do. Ja kanë marrë agresorët. Ja kanë marrë agresorët. Gjendet çdo gjë gjendet, nuk është problem fare sepse komunikojnë nëpërmjet qelizave, janë organet e posaçme. Si do zbardhet, sepse po hidhet balt ose po hidhen fjalë që është punonjës policie dhe komentuesi i cili nuk u përgjigj më në transmetim live, thotë pse më shoni që është punonjës policie, sepse punonjësi i policisë fillimisht është qytetar, duhet mbrojë veten e tij dhe më pas qytetarët. Nuk e di cila është koncepti i mbrojtjes në këtë rast. Ne nuk e dimë kush është e vërteta. Atëherë si do zbardhet errësirë? I kanë hyrë brenda në shtëpi? Kjo është e pamundur të ngelet errësirë sepse të gjitha faktet dhe provat flasin që këtu është një ngjarje e planifikuar. Unë të shkoj edhe pak më te. Imagjinoni sikur se ne u morëm vetëm me një person. I deklaruar. Imagjinoni sikur ata dy persona të tjerë të jenë punonjës policie. Imagjinoni se sa e rëndë është situata. Do të bëhet trefish. Zbardhja si arrim tek zbardhja dhe tek faktimi këtyre emrave. Nëse është apo jo punonjës i policisë. Vërtetohet thjesht nëpërmjet komunikimeve që kanë pasur i dëmtuar në këtë rast dhe personi nga qeliza telefonike. Nga qeliza telefonike verifikohet se kush ka qenë personi. Verifikohet dhe rruga që ka bërë, nga kamerat që janë aty, nga një dëshmitar i mundshëm që mund të ketë qenë pavarësisht orës vonë të natës, nuk ka të bëjë shumë ai fakt. Pra të gjitha elementet për organin procedues janë shumë të thjeshtë për të grumulluar gjithë tërësi e provave për të evidentuar faktin nëse ishte ky person dhe nga kush ndihmoi. Pra nuk është e vështirë fare për të gjetur. Pra kamera do zbulojnë hyrje daljet në fshat të personave, automjeteve, por dhe nga qelizat telefonike të këtyre personave. Ato janë kryesore sepse të identifikojnë personin dhe gjithë itinerarinë e rrugës që ka kryer personi dhe kohën e përshtatshme dhe përputhet me deklarimet që bën vetë personi dëmtuar dhe me ato të mundshme që mund të bëjnë ata nëse. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, si televizioni më i madh informativ në vend. Bashkë ndajemi këtu duke uruar të mos kemi më ngjarje të tilla kaq të rënda
rënda si kjo që kemi trajtuar ditën e sotme, por edhe ditën e djeshme, por edhe në javët e kaluara, edhe në ditët e shkuara dhe në vitet e shkuara, shpresojmë që këtu të vim dhe të sqarojmë problemet që na shqetësojnë në të përditshmen tonë, të gjejmë një zgjidhje nëpërmjet avokatit dhe psikologut, por të mbetet deri këtu dhe të shtrim dorën e mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit. Bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.